Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Pas disa vitesh armiqësi, pajtohet më në fund Juli dhe Genti. Grupi Dëshbëlsh, që të gjithë e mbajnë mend, në atë kohë ishte shumë i pëlqyer nga publiku dhe kjo më së shumti nga protagonistët. Ndërkohë, anëtarët e tij jo vetëm që kanë vazhduar secili jetën e tij, por kanë mërzitur fansat pas prishjes së miqësisë me njëri tjetrin. Konkretisht, dy personazhet që paparacët kanë sjellë në shkrepjet publike kanë pasur një raport problematik dhe të ngrirë për vite me radhë. Megjithatë, Juli dhe Genti këto ditë ja kanë dalë të lënë prapa çdo gjë dhe të gëzojnë një raport miqësor, qoftë kjo edhe për kortezi. Të dy kanë qenë të ftuar në një premierë filmi dhe kanë ndaluar për disa momente me njëri tjetrin duke biseduar dhe duke qeshur. Si dy aktorë profesionistë, si dy emra shumë të dashur për publikun, por mbi të gjitha si dy miq të mirë, aktorët kanë treguar se shkuara tashmë ka mbetur pas dhe raportet mes tyre janë në ditë të mira.